Vjen një pacient që është i ferron 16 herë me thikë. Bam, 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 i kam shumë dikush me thikë. Se na kena lloje, në mjekësi ligjore kemi lloje të ndryshme të krimeve. Po për shembull, këto krime që neve na interesojnë shumë, edhe me ne që shikus t'jeshin dek për me i ditë, janë këto krime që ndodhin në shoqëni. Për shembull, vjen një pacient që është i ferron 16 herë me thikë. Bam, 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 i kam shumë dikush me thikë, do me thonë edhe ty ta bin në qasë i gjendje. Në mjekësi ligjore, kjo njihet si kremi dashnis, kremi pasionit. Po pse ndodh që kjo krem? Qysh e din ti që është kremi dashnis, si mjek ligjor? Qysh e din që ka myt dikush pi xherozis? Realisht, këtu përveç që quhen krime të pasionit, me një term më të përgjithshëm quhen edhe krime nga zemërimi. Që është karakteristike e këtyre krimeve, e këtyre vdekjeve, dëmtimet janë të shumta. Për shembull, nëse kemi një vrasje me mjetën pret të krimet nga zemërimi, plagët janë të shumëfishta, janë të çrregullta, janë ofër me njëra tjetrën, sepse ai godet në afekt, që dallon prej krimit të planifikuar, ku ai për një kohë të gjatë planifikon se në cilën pjesë me një goditje të vetme mund vjen drejt vdekjes.